Përshëndetje shenja e demit, kjo është panorama i interpretimit javor. Kjo javë për ju fillon me një ndjesi të fortë nevoje për siguri dhe stabilitet, me kartën Spiranca. Nënkuptohet se diçka në jetën tuaj kërkon qëndrueshmëri, përkushtim dhe durim. Mund të jetë një situatë ku ju ndiheni të lidhur fort, ndoshta sepse e keni ndërtuar me kohë, ose sepse nuk jeni gati ta lini pas. Ka një energji të tipit qëndroj këtu dhe e mbaj, edhe nëse brenda jush ka lëvizje të tjera që duan të ndodhin. Dhe pikërisht këto lëvizje fillojnë të shfaqen me kartën Kalorsi. Dhe Kalorsi është një energji e re që nënkupton se diçka hyn në jetën tuaj. Mund të jetë një lajm, një mesazh, një mundësi, apo edhe një takim që sjell gjallëri. Kjo nuk është diçka e rastësishme, është si një shtys që vjen për t'ju zgjuar nga rutina. Kjo energji përforcohet fuqishëm nga karta e diellit, sepse dielli ndriçon gjithçka. Dhe aty ku kishte dyshim tani ka qartësi, aty ku kishte rëndesë tani ka ngrohtësi dhe besim. Ju mund të ndiheni më të sigurt në veten tuaj, më të hapur për të marrë atë që ju takon. Në qendër të gjithë kësaj historie qëndron gruaja. Kjo kartë e bën leximin shumë personal për disa nga ju. Është sikur gjithë zhvillimi i javës kalon përmes përjetimit tuaj të brendshëm. Nëse kjo jeni ju, pra nëse gruaja jeni ju, atëherë kjo javë ju vendos në fokus, në mënyrën se si ndiheni, se si reagoni, se si e përjetoni dritën dhe lëvizjen që po vjen. Mund të tregoj edhe një figurë femërore të rëndësishme për disa nga ju, por mbi të gjitha thekson se kjo është një javë ku emocionet dhe vetdia juaj janë në qendër. Më pas, hapet një dimension tjetër me kartën Kopshti. Këtu energjia bëhet më sociale, më e hapur. Ju mund të dilni më shumë, të komunikoni, të jeni pjesë e një rrethi, pjesë e një eventi, apo edhe të ekspozoheni në një mënyrë më publike, qoftë edhe përmes rrjeteve sociale. Ka një ndjesi të tipit po dal nga vetja dhe po lidhem me botën. Pas një fillimi më të qëndrueshëm dhe të brendshëm, tani vjen një zgjerim. Brenda kësaj hapjeje shfaqet karta e tërfilit. Dhe tërfili nënkupton një fat të vogël, një moment të bukur, një mundësi që vjen papritur. Nuk është diçka e madhe që ndryshon gjithçka menjëherë, por është ajo shkëndija që të bën të buzëqeshësh. Pra ka një lehtësim. Ju mund ta ndjeni si një bekim të vogël në mes të rrugës. Por java nuk mbyllet pa një proces pastrimi. Me kartën Fshesa. Fshesa sjell diskutime, sqarime, ndoshta edhe tensione që nuk mund të shmangen më. Kjo është ajo pikë ku ju duhet të flisni, të nxirrni jashtë atë që ka mbetur pezull. Mund të jetë një debat, një përballje, apo thjesht një moment ku e vërteta del në sipërfaqe. Edhe pse mund të duket e lodhshme, kjo energji ka një qëllim, të pastroj, të liroj, të bëj vend për diçka më të qartë. Në Prism Oracle kemi ndërgjegja. E gjithë kjo javë kërkon nga ju një gjë thelbësore. Të jeni të vetëdijshëm, të mos veproni thjesht nga zakoni, që nënkuptohet nga karta e Spirancës, as vetëm nga impulsi që manifestohet me kartën e Kalorsit, por duhet të reagoni nga një vend i qartë brenda vetes suaj. Ndërgjegja këtu është drita juaj e brendshme, ajo që ju ndihmon të kuptoni pse po mbaheni fort pas diçkaje, pse po hapeni ndaj të res dhe pse disa biseda duhen bërë patjetër. Pra thelbi i javës është se kjo
është një javë që fillon me stabilitet, ndriçohet nga mundësi dhe hapje dhe përfundon me një pastrim të nevojshëm. Nëse ju qëndroni të vetëdijshëm në çdo hap, edhe tensionet kthehen në çlirim dhe mundësitë e vogla mund të rriten në diçka më të madhe. Paçim.